Në portale të ndryshme sot u bë publik lajmi se një baba 50 vjeçar nga Gostivari pas 3 muajve kërkim ka arritur që ta gjejë vajzën e tij 17 vjeçare që ishte rrëmbyer dhe dhunuar jo vetëm nga një person. Duke u referuar të dhënave të policisë, ato shkruajnë se vajza ishte rrëmbyer në fillim të qershorit dhe se me të kanë abuzuar më shumë persona. Një ditë ajo arrin të ketë qasje tek një telefon dhe në këtë formë njofton babain për vendodhjen e saj, i cili më pas thuhet se e ka shpëtuar. TV2 kërkoi nga Ministria e Punëve të Brendshme ta konfirmojnë vërtetësinë e këtij rasti, ndërsa përgjigjen që e morëm nga shefi i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun Natalia Spirova është me savion. Ju njoftojmë se një vepër e këtillë penale është denoncuar në stacionin policor në Gostivar, por në interes të hetimit dhe zbardhjes së plotë të rastit dhe dokumentimit të ngjarjes nuk do të mund të ju japim më shumë informata. Ndryshe, tregtia me njerëz është shndruar në një fenomen që po shqetëson edhe vendin ton. Për këtë arsye, gjatë këtij viti, Asociacioni për Iniciativa Demokratike ka fillimi muajit prill për i prezantimin e raportit nga ulumtimi për perceptimin dhe bot kuptimin e nxënësve të shkollave të mesme dhe grupeve të prekura për format bashkëkohore të tregtisë me njerëz në Gostivar dhe Kumanov. Këtij raporti i ka paraprir një anketë realizuar me nxënësit e shkollave të mesme publike të Gostivarit për atë se a janë të njoftuar me masat preventive, format e tregtisë e tjerë. Monika Veljanovska, në cilësi të menaxheres së projektit, thotë se gjithë kjo bëhet me qëllim që të ngritet vetëdia qytetare mbi rrezikun e trafikimit me qenie njerëzore dhe në të ardhmen të veprohet në mënyrë parandaluese ndaj vendbanimeve që nuk i kanë të njohura format dhe pasojat e tregtisë me njerëz. Për problemin në fjalë janë anketuar 200 nxënës të shkollave të mesme nga 4 shkollat publike. Rezultatet flasin se nxënësit janë të njoftuar me këtë dukuri, dinë t'i dallojnë format e tregtisë së këtillë, dinë që ka raste të nxjerrjes dhe shitjes së organeve të njerëzve, i dallojnë kur bëhet fjalë për prostitucion, por ata nuk dinë të dallojnë kur bëhet fjalë për detyrim për të kryer punë për të cilat nuk janë marrëvesh dhe kur detyrohen të ushtrojnë një detyrë të caktuar me qëllim të shpagimit të një borxhi, njoftuan implementuesit e projektit. Nga anketa realizuar, nxënësit janë shprehur të vetëdijshëm për faktin se në Republikën e Maqedonisë ekziston kjo si dukuri. 29% e nxënësve të shkollave të mesme konsiderojnë se viktimat janë vetë fajtorë që bien nën kurthet e trafikantëve, ndërsa këtë qëndrim nuk e përkrahin 49% e të anketuarve. Ata konsiderojnë se viktima potenciale të trafikimit me qeniet njerëzore janë vajzat nga mosha 14 deri më 18 vjeçare, fëmijët nën moshën 14 vjeçare dhe pastaj pasojnë gratë më të moshuara dhe ato të nacionalitetit rom, thonë rezultatet e projektit. Nxënësit gjatë kësaj ankete janë zotuar se nëse vërejnë raste të këtilla, menjëherë do t'i njoftojnë organet kompetente, filluar nga policia, drejtoritë e shkollave apo në qendrën për punë sociale. Projekti ka filluar nga muaji gusht i vitit të kaluar dhe do zgjas deri në dhjetor të këtij viti. Ndonë se nuk ekzistojnë statistika konkrete, Veljanovska thotë se viktimat të trafikimit me njerëz ka edhe në Gostivar.